pune që morëm për gjatë aksit rrugor nga Fieri në Vlorë, ne u ndalim këtu në bregun e Vlorës, sa hym, sa zbritëm këtu pra, në këtë breg të Kaldrit, ku tashmë po troket plazhi, turizmi, dhe si shikojnë ka filluar të zhvishen gjysmë zhveshje fillimisht e vajzave dhe fëmijëve, por pse jo, po të shkosh më tej mund të gjesh dhe njerëz që lahen. Megjithatë ne u ndalim këtu ku janë grupuar dhe po luajnë fëmijët e shkollave në zonës, nuk e di çfarë shkolle mund të jenë këta, do janë përgjigjen apo jo, janë adoleshentë si duket. Përshëndetje. Mund të afroheni pak që t'ju pyesim pak si jeni? Mirë, faleminderit. Ju nga çfarë shkolle jeni? Jemi shkolla Musa Çakëri, klasa 8D. Klasa 8D. Të treja ju çupën në klasa 8. Sigurisht shumë bukur. Edhe djem, pra jeni të gjithë klasës 8. Po, dhe keni dalë sot pse? Kemi ditje me profesorë kujdestare. A keni në program? Bërëm një aktivitet, po. Po tani me sa duket po troket plazhi, fillon turizmi. Është hapur dhe sezoni veror. Dhe Vlora pret shumë vizitorë apo? Pret shumë njerëz Vlora. Po. Jemi mbretëresh e turizmit. Mbretëresh po mbretëresh qyteti më i bukur që ju sjell ëmbëlsi të gjithë. Janë drejtore. Jo vetëm shqiptarëve, po ju sjell ëmbëlsi gjithë atyre që vinë këtu. Edhe ata që shikojnë për herë të parë, Vlorën, besoj se nuk ndahen dot. Atëre, vazhdoni të losni aty, mbase nuk e di, jeni futur në det. Po, nëse mund na shikoj. Ja, është futur, si ke më ti? Enea, sa bukur e ne, bravo. Vazhdoni të losni, do të shoqërojmë për pak minuta, sepse jemi në emision Udhëtimi e qytetit, televizioni Apollon. Televizioni Apollon. Ditën e shtunë do të transmetohet në orën 9. Si jeni? Po ju e vlonjate, me siguri. Vlonjate kemi dalë në shëtitje. Keni dalë shëtitje? Vlonjate, se për thotë keni ardhur nga... Unë jam nga Kosova, jetoj këtu në Vlorë, goxha bukur. A ke ardhur nga Kosova, jeton në Vlorë. Të lutem dil këtu të kesh sfondin e Kaldrit të detit, se ti me siguri nga Kosova vjen me një dëshirë shumë të madhe për Vlorë. Ju rrini gjatë këtu? Po, rrim goxha dhe kam gati 17 vjet, është goxha bukur, era për të bërë një vizitë bashkë me familjen, është goxha bukur. Do la me shoqen shëtitje. Kam, domethënë, të gjithë njerëzit e mi që jetojnë brenda në qytetin e Vlorës, edhe bukur. Besoj ndihesh mirë këtu, diçka e veçantë në krahasim me ato. Studente për pikturë. Je studente? Po, vazhdoj artin për pikturë. Një studente e pikturës. Po, si keni emrin? Samantha, pra studente e pikturës. Piktori ka çfarë shef këtu? Penelatat rrshqasin, besoj. Sigurisht rrshqasin. Po juve? Unë nga Vlora, jetoj këtu. Je nga Vlora, banon këtu, po je në shkollë. Aktualisht ja. Po, ke mbaruar të mesme, besoj? Po, patjetër. Dhe sigurisht që Vlora është e kërkuar. Jam në grupin e Asamblit Popullor Aulonat dhe të shkolla internacionale dhe... Ti si ke emrin? Ariona. Ti ke një kostum, domethënë, me siguri, ke një kostum popullor. Çfarë kostumi ke? Kam Tiransin dhe të Vlorës. Bukur shumë, po juve? Ne jemi shkolla Musa Çakëri, klasë 8. Jemi shumë të lumtur që kemi ardhur këtu, është një ambient shumë i bukur, sidomos Vlora, është një nga perlat e Shqipërisë dhe jemi shumë krenar. Pse Musa Çakëri është shkollë në Vlorë? Po, juve vini për herë, se ne s'është herë e parë që vini. Sigurisht, po edhe pse vim për herë, edhe pse vim për herë, kemi gjithmonë një ndjesi të veçantë. Jeni rritur me detin, besoj. Po. Not keni mësuar të gjithë. Këto pamje të bukura i bëjnë. Jem s'kan qef të flasë. Hajde këtu e ne, ku që është ai? Apo ti? Hajde këtu të lutem, hajde këtu. Sa po u fut në det këtë, sa vjeç je ti? 12, 13. Tani më thuaj mos e shftot shumë si është uji. Jo, është ngrohtë.
Është shumë mirë ujë. Pra ti u thua tërë shikuesve, atyre shikuesve, shikoni te kamera, që deti u ngro. E janë thoj të kënaqen në Vlorë. Thuaj shokëve tu, bashkëpunëtorë. Deti është shumë i ngrohtë, e janë të kënaqen në Vlorë, po ju keni provuar ujin brenda? Jo, nuk jemi futur sot se s'kemi marrë veshjet e përshtatshme, po ditë tjetër sigurisht që do të nxori frikën. Jo, nuk është puna se kemi frikë, se ne jemi mësuar me detin, kemi trashur gjithsesi na ka mburur nga kokat e këmbët, edhe pse jemi nga këmbët. Ti e nxirr kësaj unë. Shpejt, na zati edhe shpejt me ty. Sepse bëj shumë girodeti dhe janë rrezet që hyn më disa lloj lëkura që më shpejt dhe për të rrezet. Për shembull, unë nuk jam nxirr fare. Po di çfarë dëshirash kishe ti? Si ke emrin? Olta. Olta. Atë dëshira ime është më pëlqejnë shumë këto emisione televizive, të dalë në televizor të recitoj, është nga dëshirat e mia që kur kam qenë e vogël. Televizioni apo donë ishte hapur, aty vijnë ka emisione. Po dhe po jemi pak larg. Po ne jemi në Vlorë. Atë i thoni president, duam një studio këtu thoni. Duam një studio këtu. Sigurisht që duam një studio. Sigurisht. Artur Rustemi duam që këtu të mlidhemi thoj. Sigurisht që duam një studio. Thuaj pra në studio. Jo, se kanë. Atëherë, presidenti Artur Rustemi ne do të dëshironim që të kishim një studio të Apollonit këtu në Vlorë. Çfarë po shalim? Që do na keni në ekran thë gjithmonë. Po sigurisht. Yjet në ekran. Po gjë shumë e bukur. Ku kam mirë të pasurohet ekrani me këta fëmijë, kaq të bukur, kaq të mirë, kaq të sjellshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do vazhdojmë në shoqërinë tuaj. Ju ngeli peng për të më thënë. Po. Doja të përshëndesja gjithë vlonjatët dhe të uroj pushime të mbara. Edhe unë gjithashtu përshëndes të gjithë vlonjatët që janë këtu, t'ja kalojnë pushimet sa më të bukura sepse është një Vlorë. Pse vetë vlonjatët ne këtu nuk vjen vetë vlonjatët këtu në Vlorë, nuk vjen vetë vlonjatët. Kush vjen këtu? Atë vin të gjithë, po shumë turistë. Nga shumë vende të botës apo jo? Vin shumë, nga shumë vende të botës dhe madje e pëlqen më tepër sepse është një turizëm shumë i bukur. Dhe mua gjithashtu, po thuaj se ne që jemi student, kemi pikturuar, po thuaj se gjithë ato vendet që çfarë viti je ti Stamara? Maturant. Si dhe të tjerë, ne do të vazhdojmë rrugën përgjatë këtij bregut deri në ujin e ftohtë për të parë një përgatitje janë bërë për të pritur turist këtu në Vlorë. Me sa duket pak është pastruar rara, nuk ka ndodhur jetë më dha. Gjithsesi këtu tani kërkohet lëvizja e rrës me qëllim që të krijohen kushte për turistët që mund të vinë së shpejti në Vlorë. Koha, temperaturat janë të larta, që sot mendohet të jetë mbi 25 gradë, kjo do të thotë që turistët mund të fillojnë lëvizjen përgjatë bregut të Vlorës dhe gjithë bregut Adriatik dhe jon, që është vend unikal për plazhe, për lëvizjen e turistëve, sidomos nga Evropa qendrore, veriore, po pse jo, dhe krajinat të tjera të Shqipërisë. Është një vend kurativ, vërtet kurativ. Ne të vazhdojmë të filmojmë pra përgjatë këtij bregu, me sa duket Vlora përsëri ka probleme. Edhe është për të ardhur keq që ka mbeturina të ndryshme, nuk e di nëse këtu, në këtë vend këtu, hyjnë ujërat e zeza apo ujërat të tjera që vërtet e kanë ndotur, dhe është për të ardhur keq që ndotet bregu i Vlorës me këto pamje shumë të bukura që turistët mezi presin që të hyjnë këtu, sido që përqet bregu i Vlorës, por përsëri ma merr mendje që Bashkia e Vlorës do të marrë masa. Kërkojnë investime për këtë punë që mbase nuk kushtoj shumë, por sidoqoftë e prishin imazhin e detit Vlorës, e prishin imazhin e plazhit, por mendoj që shpejt do të merren masa që turistët të ndihen vërtet komod këtu në Vlorë, të mos ketë pra ndot.
shikosh një bëhet apo s'bëhet futesh apo s'futesh në ujë. Jo, sot është në fakt ditë goxha e bukur, po për të futur në ujë çik shpejt. Të shpejt. Si do qoftë ta djem të rinj këta po lahen vikat velit. Apo lahen para kohë. Është me mosh, ka 3-4 vjet që duket sikur gjërat po vjen mirë. Shpresoj që ky vit e aktivizon pak biznesin koha e verës e turizmit. Goxha. Është po të patëm për Vlorën një herë 3-4 muajt e verës janë. A është përgatitur Vlora për turizmin, si mendoni? Përgatitur. Tani e mira kur thon s'ka fund, thot populli. Megjithatë, flas infrastruktura e nevojshme, bregu, pastrimi, mbase edhe hotelet. Se hoteleria si privat që janë kanë përshtypjen i kanë marrë masa të gjithë. Besoj. I paraprim privati pra. Po shteti. Pa diskutim fare, pa diskutim privati është goxha më përpara ju televizioneve që i ndiqni ditë për ditë e kuptoni vetë ku është privati, ku është shteti. S'ka nevojë që ne si qytetar të themi pse ndodh kjo? Ç'e ndodh? Ja ç'më thoni të bëhet tani shpejt se ditët nuk presin. Mirë. Për bregun ç'do të bën në këtë breg? Nëse kjo është një breg pak i vështirë për Vlorën që në përgjithësi nuk është që këtu njerëzit kanë bërë bajë historikisht. Unë flas si një qytetar i Vlorës dhe këtu nuk ka qenë një zonë kush e di se çfarë për të bërë plazh. Dhe kaq është maksimumi që mund t'i bësh kësaj zone këtu. Sa pjesa tjetër ku bëhet plazh historikisht, s'mund të eliminohen ndotjet, hyrjet që bëhen nga qyteti zbresin në det. Ajo po. Sigur të bëhet ajo. Është emergjencë apo? Goxha emergjencë. Ajo është goxha emergjencë. Po edhe rrugët kanë përgatitur. Plazhet po ti shikosh po zvoglohen. Të patën to pjesë ku ka mbetur. Pse zvoglohen? Zihen, privati. E bëj këtu ka gabuar. Pushtohen është fjalë që do të thënë që e madhe po. Juve për vetë ju prisni turistë për vetë, keni hapësirë, keni edhe shtëpi. Jo, jam shtëpi private, nuk është që merrem me turizmin. Kam një aktivitet timin, po që po turizmi familjar duhet aktivizohet pak apo? Nëse jo. Ata që kanë mundësi, që janë drejt detit, ka goxha interese. Tash. Ka përshtypje vetë privati e ka kuptuar, ata që merren me turizmin
Kurorës, ku është një vend i mirë. Mali Kurorës, po. Ku gjithë njerëzit vjen aty, besojnë te Zoti dhe jo larg shumë Vjosës. Poshtë Sevasterit është Vjosa, një lum i mirë dhe keni përshkruar gjithë atë rrugë. Keni përshkruar gjithë atë rrugë, pra përgjatë Vjosës keni zbritur në Vlorë. Po, për të parë bukuritë e Vlorës. Ishte kënaqësi pra edhe për ne që qëndruam së bashku, sepse ne kemi një emision përjavshëm, udhëtim jashtë qytetit, të udhëtim sot vendosëm të bëjmë pak për Vlorën, por juve na dha një kënaqësi tjetër, sepse marrim një fshat, një krahin të largët të Vlorës, pak a shumë të largët. Po, nga krahinat më të largët, Kutës, Griotë. Po, ballë për ballë me Mallakastrin. Po, juve sot keni ardhur me një grup nxënësh. Po, sa nxënës keni me vete? Janë rreth 60 nxënës nga shkolla jonë, me ekskursion me rastin e njohjes së kulturës së Vlorës, me rastin e njohjes së nxënësi mëson në shkollë, për shembull ç'është pisha, ç'është panelat diellore dhe duke I parë nga afër çdo gjë, ditë flasi, ditë bëj një përshkrim të një udhëtimi imagjinar që e shkruan ai, kurse sot e shikon nga afër dhe e shikon konkretisht sot. Po, ditë shpreh ato që ai shikon vetëm me sytë e tij. Pra, ju ndalët të Buzdetit në këtë bar pizzeri që është kënaqësi edhe për ne këtu ishim ndalur, por që erdhët dhe juve. Edhe duam që së bashku pra të bisedojmë me nxënësit tuaj, me mësuesit tuaj, nuk e sa mësues keni ardhur. Po, kemi ardhur 8 mësuesa. Bashkë me shoferat e zonës, të cilët janë të gatshëm na shoqërojnë dhe ndjehemi shumë të kënaqur nga ata sepse I dëgjojnë çdo dëshirë të nxënësve dhe I plotësojnë dëshirat e tyre me kënaqësi dhe me një qetësi që ndjehemi krenar për ata që I kemi. Atëherë para se të vazhdojmë bisedën, kameramani Jon Bledishara le të fiksoj pak këto fytyra të qeshura, të bukura, sido që të lodhura pak apo jo. Jo, ata janë kënaqur shumë sepse kanë ikur nga banga e shkollës, janë një çik më të lirë në veprime. Edhe sa erdhën futën në det. Po, që ne si kapim dot në det, po do t'i kapim prapë në det. Do është ajo mungesa e detit, kuptohet, sepse uji ka Sevasteri apo jo. Ka plot uji, po. Atëherë le të vazhdojmë së bashku, pas disa pamje. Me sa duket bie edhe një bilbil, nuk e di, vjen nga Sevasteri kjo. Po, kjo përshëllim bilbili apo e kanë vendasin? Edukimit fizik. E kanë, po, nga Sevasteri vjen. Ne do vazhdojmë jashtë, të bisedojmë shumë. Do vazhdojmë ku jemi qetë, mbase në brek deri. On the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Pizzeria Pangranil, ushqim, nxënësit tuaj usulën në det. Hajde. Tani deti ka të mira që I pëlqejnë të gjithë, dhe pranë detit, pranë mretit. Kështu që edhe fëmijët e duan shumë detin apo. Edhe mësuesja më duket të parandet. Patjetër. Kënaqësia fillon nga ne. Po, nga ju. Ju jeni mësuar me ujë? Ne si mësojmë me ujë det, mësojmë me ujë mali, me ujë urini. Ujë vjose. Ne na shijon shumë. E doni shumë ujë. E sidoqoftë ti vjen nga Gjirokastra që ka
Burime. Trezora ujore. Ka burime ujore. Ka burime. Po, çfarë thon ta fëmijët? Ne do në një edhe mund të recitoni. Ky është ai gjufut me gjithë rroba? Jo, ky është i nuk u fut, po është një që është king fare. Çe klasë e di? Klasë 6. Klasë 6. Që sa shpejt përgjigjet. Po mëson ka. I kemi që me ekspresiv. King fare është. Vetëm në makinë shikosh nuk dallohet nga një shofer i vjetër. Ngjet makinën. Për kulturi, për mrekuri. Edhe ku atje në Sevaster do? Po në Sevaster ta shikosh ndjen galaksi. Të hipësh në makinë. Po çfarë shërben ju ky udhtim këtu? Kënaqësi e madhe. Pse? Çfarë pesh sot gjatë gjithë ditës si? U kënaqem shumë. Sot keni bërë për Vlorë? Jo, vetëm në Llogora, vetëm te Pisha Flamur, kam shumë gjëra të bukura, vetëm tek parku i Llogoras. Në qytet s'keni hyrë? Jo, s'kemi hyrë, do hyrë tani. Pisha dhe Drur, Pjor keni plotën dhe ju? Kemi, po jo Pisha. Po këto, keni parë vendet muzeu, gjëra? Jo, sot nuk kemi vajtur, herë tjetër kanë kaluar nxënësit kanë vajtur. Bëni rrugtime të shpeshta kështu në... Po, gjithmonë bëjmë sepse fëmijët kanë zakonisht orë të lira që i kanë në gjeografi, në histori të njohin me monumentet, në gjeografi të njohin pamjet e ndryshme, kafshët, bimët e zonave tona, bimët e zonave bregdetare që të dinë të flasin për shembull që e di ai në gjeografi që janë këto lloj bimësh, po të di ku janë zonat që rriten vërtet dhe nxënësi të flasin në mënyrë logjike, jo në mënyrë mekanike. Kjo është rëndësia e ekskursionit. Po kjo vajza çfarë klasë është? Në klasën e 6. Klasë 6. Po jeni baraz me këtë? Po. Ky ka ngjerë i vogël si duhet. Po ti ke mëson mirë. Mësoj. Kemi në zonë që reciton bukur. Po. Po. Çfarë do recitosh? Gjua shqipe. Gjua shqipe. Vazhdo recito. Mbaje mikrofonin. Por si i kënga Gutoverës si vazon në blerin të prillit, por si ambli flatit e erës që gjymon gjitë e trëndafillit, por si vala e bregut të detit, por si gjoma arfez jetare, por si është tima një tërmeti, një ashtu është gjua jonë shqiptare. Faleminderit. Pra, me njerë u frymëzuan, edhe ato i kanë mësuar atje, po i interpretojnë këtu bregut e tjetër. Kush o tjetër? Una. Ti, vazhdo. Robëria, e dashu më dhe, të dua dhe kështu si e, por kur të shoh të lirë, do të dua më mirë. Qani pyje fusha gur, qani male me të borë, Shqipëria mbet e gjorë dhe nuk shet dritë kur. Një mjegull ka që shkret e ka mbuluar për jetë, e dashura më dhe, të dua dhe kështu si e, por kur të shoh të lirë, do të dua më mirë. Faleminderit, kush o tjetër? Kush është përgatitur tjetër? Me sa duket ta ndyshe këtu, me njerë u frymëzuan, se janë vetëm ato shkrepa, dhe ai peizazh i Sevasterit dhe i gjithë malit, ku është fshat Sevaster, ku është Buzë Vjosës, edhe fshatrat tjerë që rrethojnë, Ploça, Vajza, sa fshatra mi thuj fshatra të tjerë? Ja rreth 6-7 fshatra. Ti nga je? Unë bi. Unë jam nga Tepelena, nga fshati Tepelenës. Tepelena, prap je nga Istrautën. Po juve? Unë jam mësues fshati, gati 20 vjet mësues. Sevasteri? Dhe mësues dhe parashqiptar i Brezit, fshati Sevaster. Si e keni emrin? Jam Gëzymi Juskaj, përgoja 20 qaj mësues, të zbritë në disa vende të bukura, aq sa të bukura të Sevaster, edhe në bregdetin tonë të dashur të Vlorës, po thosë është një paralelizëm figurativ që tregon kjo bukuri. E ja pikërisht ta fëmijët tanë na frymëzojnë, na bjen, dhe argëtojnë në çdo kohë, në çdo moment.
E kjo është një forcë e madhe. Gjithë Shqipëria ka vende të bukura apo jo është? Patjetër. Ne kemi përvimin sepse kemi të drejtë sepse jemi një vend ku na mbulon prefektura e Vlorës, rrethi i Vlorës, qarku i Vlorës, jemi një vend periferik, po të kufizojmë gati me 3-4 rrethe të Pelen, Gjirokastër, Saran, Dervin, në maljet e Tartarit së Ka kufizoni, po ne i thoni. Po si apo i them, e me Gjirokastër, ne me Edhe mali Tartarit domon. Mali Tartarit. Po, është pjesë e Sevasterit. Që lidhet me Pika më e madhe turistike dhe shumë e preferuar, një vend vakëf, vend i mirë ku vinë nga gjitha anët e Shqipërisë. Ku është ai vend? Po në malin e Tartarit. Me kuronën e malit që qëndron vërtet kuron mbi fshatin Sevaster. Është shpatit malit Tartarit, shtrihet fshati Sevaster, Kolumbas, Mazha, Ploç, Dusharak, Lezhën, diçka për gjeografinë e fshatit, demografia sa banor ka Sevasteri. Unë jam e re në atë fshatë, kupton, duhet 500, po jam e ardhur. Po atëre. Si banor ka gati 3000 banor. Pa që se në votimet janë 670 janë larguar. Po se janë larguar në rrethin e Vlorës apo një pjesë ka migracionin jashtëm të Greqi dhe Itali. Me çfarë jetojnë njerëzit atje? Më tepër biznes, me blegtori më shumë, pak me bujqësi dhe mendimat që vinë nëpërmjet Ka blegtori shumë. Ka blegtori, po vendi ishi egër, më shumë. Bora qëndron gjatë. Po, edhe sot në kuronë e malit, po se ka borë që shkojnë shumë janë asë është ditë e prëpte, do dhe me 10-100 njerëz. Çfarë ka atje të kuronë e malit? Kurorë është një vend vakë, vend i mirë, preferohet shumë jashtë mase. Promullohen nga mira njerëz. Nëse ditë e prëpte, po se keni shansin që mund të vini dhe vërtet do argëtoni kuronë e malit. Sevasteri 964 metra minimet në det. Është kurorë e malit. Po ka rrugë, shkojnë rrugë atje? Po shkojnë rruga me rrugë mësore. Ndihmojnë me kafsh njerëz që ka mundësi mbajnë bagazh të vogël, shkojnë dhe ndihmojnë ata banorët. E gjithsesi është kënaqësi pra, i doj njeriu, do të gjithë njeriu dhe shpresoj që edhe mund të vijmë nëse nuk e di, shikoni televizionin apo nuk. Jeni shumë të mirëpritur. Televizori ju i ka shkelur deri në Amantje në Ploç, nuk e di nëse kanë qenë disa shokë tjerë. Kanë ardhur në ambient Apollonia, nuk e di nëse jeni. Edhe mjedis në shkollës tonë kanë filmuar kur i inauguruar shkolla. Jo, them e shikojnë duket në gjysmë, po, në pjesën e Dusharak, edhe shkollës duket e ka valët. Çfarë mesazhi keni, ndonjë mesazh për të bërë në një çfarë thoshit? Do të thosha gjithë njerëzve kudo që janë të punojnë, të mos merren me politikë se politika ngelet dhe vetëm nga puna vjen çdo gjë dhe të jenë korrekt në veprime. Po ishe korrekt, po ishe punëtor, çdo i mirë harri. Duke qenë se ju në politikë, ka zhurmë politike Sevasteri? Kam ja. Rije debat. Sa më zonat largë të varfër atje. Lufta e klasave. Ai më shumë është, jo, lufta e klasave, nuk themi atë. Jo, debati politik ka midis minorancës dhe majorancës, por gjithmonë ka tolerancë. Rëndësi ka që njeriu duhet jetë punëtor. Po nuk njihet Sevasteri për asmëri e për Jo. E këto janë pozitive, janë zona që një grush njerëzish dhe miqësitë midis njëri tjetrit i ka. Kështu që sado që të ketë luftë prap do ketë dhe paqe. Megjithatë lufta shpihet edhe për para. Unë ju falenderoj për këtë kënaqësi që na dhat. Megjithatë nxënës të mrekullt, to fytyra kaq të reja dhe të bukura. Shumë të një aferishte. Dhe ishte kënaqësi. Premtojnë mirësi. Premtoj mirësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit juve. Unë ju falenderoj që u takuam. Mirupafshim. Të nderoj shikues, këtu po e mbyllim emisionin e sotëm Udhëtimi jashtë qytetit. Ishte takimi që bëm në fund të këtij emisioni me një nga shkollat e zonës malore të Vlorës, Sevasterit. Pra na dha kënaqësi dhe këto fytyra të reja, mësuesit, drejtorit të shkollës, gjithë mësuesit që na ofruan pranë kamerës dhe unë uroj që të takojmë përsëri. Të nderoj shikues, do të shikohemi javën e ardhshme në orën 21 në emisionin Udhëtim jashtë qytetit. Mirupafshim.
Unë dalë me një sportist, nuk e di sportet të quaja, një aventur që ka nisur nga vitet 80 si që kemi dëgjuar jashtë kamerës. Përshëndetje! Amatorit i sporti e preferoj, e kam provuar disa herë, kam qef ta provoj ta mësoj, po ai është më mjeshtër, bën me këtë këtu si shikoni domethënë kitesurf, ajo atje, quhet kitesurf. Po, kitesurf. Po. Ajo është ballon, ai rëshqet me një tavolinë dhe ajo me domethënë rëshqet mbi det, ajo ecën është në ajër. Po, kjo është diçka e tillë, ajo është vel në ajër, domethënë ajo është si ti parashute në ajër. Po. Kjo është vel me një tavolinë, si ta shkoni më vonë, me një tavolinë, edhe shkete me këtë në surf. Duhet në era të forta kjo? A era aplikohet? Ere fort shumë, jo, po erë mesatare. Erë mesatare është e këshillueshme, kjo është për erë të vogël. E sigurisht kërkon njerëz guzimshëm apo jo? Po patjetër mund ta bëj kushto. Jo, është diçka që je në det, je në det të hapur, ai ka pas rast se ka vajtur shumë larg në det. Edhe shumë larg. Po ka rrezik mbytje? Po jo, është i vjetër, është Vanjeli ka një histori të gjatë me këtë. Po ka 30 vjet me surfin, domethënë windsurfin patjetër ka 30 vjet. Kjo kitesurf ka më pak në qarkullim në gjithë botën, ka 10-12 vjet, aq ka. Ti si ke emrin? Unë Erman. Ti sa vjet ke që merresh? Unë kam 3 vjet pas Vanjeli. Domethënë që shikoj e bëj se ke qef që edhe punoj me të. Ai e ka hobi. Po. Ai këtë ka hobi, ka sport, e preferon do detin. Po. Jeni vlonjat, Ronali, herë. Po. Do e ka traditë, ka një trashëgimi Vanjeli. Ai të tha me shoqëri, me disa të tjerë, me vllan, kanë bërë kajtet, i bënin vetë dikur. I bënin vetë, morën domethënë diçka. Po s'kishin rrezik që ti dënonin atë kohë për to? E pëlqeu, kish parë Ramiza. Sportin. Vanjel, atëre Vanjel, ne me zi po presim që ti të futesh brenda, të regjistrojmë pak qaste për shikuesit televizion në Apollon, por na bën përshtypje edhe trupi yt kaq sportiv, nuk e di sa vjeç je.
52 vjeç. Domethënë e ke filluar 22 vjeç. Nuk ishte një rrezik në të kohë mos ikje mos harratisë që. Po tash edhe të shikoni ashtu. Nuk të ndoqën kimi gjithmonë. Po përfitoni nga ca faktorë të tjerë aty që kishte pas shokut që ishte shkollë sportive dhe ishte shkollë sportive, po. Edhe ndoshta në atë kohë ishte dikush një ministër Kone Enveri që janë brenda. Aha, jo brenda, po. E ti e thashë për rest tani këtu të mban mbërthyer mirë. Po, Vanjel, shikoj si do ta lidhësh atje tani. Në ujtë komunizmit të shprehur vetë Ramiz Zalia që duke na panë ndët këtu të zhvillohet kështu. Kështu na tha Ermali, kishte pëlqyer se duket, po. Po, po s'ke nuk ke stërvitur fëmija, shoka, të rinj të tjerë. Po s'ka këtu. Apo s'do t'i argëndosh fëmijës? Nuk vin njeri. Nuk vin. Kemë provuar. Nuk vin se kjo është pa para, nuk është vetëm sport. E duam pa para. Unë kam vlerësuar që kam ashtu. Që kam vlerë me mira euro. Njerëzit nuk e kanë konceptin që të investojnë për sport. Investoj për shëndetin, po. Investojnë për të ngrënë vetëm, për të shëndosur. E bukur është kjo Vanjel.